Po, zotja Demi, duket se Çajiri dhe Tetova ishin dy betejat, po them të paktën të proklamuara, edhe për shkak të garës që u zhvillua në Çajir nga zëvendës kryeministri dhe nga ai që e ka drejtuar për 3 mandate, edhe si pjesë e Bashkimit Demokratik për Integrim, Izet Mexhiti, dhe nga një funksionar i lartë i Bashkimit Demokratik për Integrim si Bujar Osmani. Në rezultatet, edhe pse Tetova duhet ta kujtoj dhe këto po i bëj për të kujtuar audiencën tonë, shikuesit tonë, që do shkojnë në balotazh, pati një epërsi të kandidatit të Vlenit. Pas këtyre të dyave, pati një deklarat nga ana e Vlenit që tregonte se me këto të dyja u legjitimua bashkëqeverisja e Vlenit me VMRO-n dhe se madje shkuan duke thënë se Ali Ahmetin e nxorën në pension. Do më thonë qendrat urbane në Maqedoni nuk është vetëm Çajiri, nuk është vetëm Tetova, për shembull në Gostivar që është shumë afër Tetovës dhe në rrafshin e Pollogut bie edhe Gostivarit, dallimi është shumë i madh mes nesh dhe atyre. Pra bëhet fjalë për 16.000 sa me 3.000 sa vota në bashkinë e Gostivarit. Në Kërçovë që gjithashtu është qendër urbane, ne në balotazh fare nuk jemi me Vlenin, po jemi me VMRO DPMN-n. Në Strug në balotazh nuk jemi me Vlenin, po jemi me kandidatin e pavarur i cili mbështetet nga VMRO DPMN. Pra po flas për qendra urbane të cilët karakterizojnë vendbanimet kryesore shqiptare në Maqedoninë e Veriut. Në Kumanov, për 58 vota, sa nuk shënuam histori që të hyjmë në balotazh, një kandidat shqiptar për herë të parë të hyje në balotazh. Ndërsa Qershiza mbi tort është vetë fitoria Aleancës Kombëtare për Integrim në Çashk, që është një nga 3 komunat me territorin më të madh në Republikën e Maqedonisë së Veriut, ku shqiptarët për herë të parë do drejtojnë këtë bashki, dhe kjo është falë politikave largpamëse agjendës kombëtare të kryetarit Ahmeti që i bën krenar dhe që shqiptarët i bën që të jenë zot në shtëpinë e vet. Kështu që po është e vërtet këto ju që po thoni për në Çajir, është mbyllur gara në Çajir, në Tetov nuk është mbyllur gara, do të kemi balotazh, është në një epërsi të lehtë kandidatin prej oponentëve tanë politik. Megjithatë, në garë ka më tepër bashki dhe vetë bashkia e Tetovës është në balotazh dhe nuk është mbyllur asgjë. Andaj edhe nuk mundet legitimiteti e Esmeralda të fitohet me 2 bashki. Ja fituam në këto 2 bashki dhe ja u legjitimuan ajo çka nuk mund të legjitimohet, për arsye se edhe në momentin që po flasim, ata prap nuk e kanë legitimitetin. Në njërin anë ata flasin se këto zgjedhje janë zgjedhje lokale dhe s'ka fare të bëjë me politikat nacionale, me pushtetin qendror, e në anën tjetër, po të fitojmë këto 2 bashki, jemi legjitim dhe legjitimohen qëndrimet tona që fare nuk mund askush t'i legjitimoj. Prandaj ne, në këto rrethana, jemi konzistent dhe kërkojmë që të shkojmë në zgjedhjet parakohshme parlamentare. Nëse qytetarët kanë legjitimuar politikat e tyre jo parimore dhe antikombëtare, atëherë le ta kthejmë mandatin tek qytetarët. Përsëri qytetarët le të përcaktojnë, le ta shprehin vullnetin e tyre në zgjedhje nacionale, në zgjedhjet përgjithshme parlamentare. Dhe le të shohim se kush ka legitimitetin, dhe ai që e ka legitimitetin sigurisht se duhet i përfaqësoj shqiptarët. Unë nuk po them se BDI duhet me çdo kusht të jetë pjesë e pushtetit. Unë po them se me çdo kusht duhet të jetë fituesi shqiptar. Humb kuptimi sepse shqiptarët duhet të garojnë nëse partia fituese maqedonase zgjedh shqiptarët e saj. E kuptoj, po si përcaktohet përfaqësuesi më i madh i shqiptarëve, sepse gjatë zgjedhjeve të përgjithshme Vleni ju akuzoi se ju nuk kishit vota të pastra shqiptare, pra sepse në koalicionin tuaj kishte edhe komunitete të tjera.
Nga ana tjetër, sot vlen thot kemi legjitimitetin, edhe pse dihet se ka qenë në koalicion dhe VMRO DPMN-ja nuk ishte kandidat, as në Çajir, as në Tetov, po them në këto të dyja, dhe e quan legjitime përfaqësimin e shqiptarëve pavarësisht se kanë dhe vota maqedonase. Pra si ndahet kush ka dhe kush s'ka votat shqiptarëve, kush përfaqëson shqiptarët në shumicë për të bërë pjesë e qeverisjes? Situata është shumë e qartë, por ata i ikin kësaj përballjeje. Edhe në zgjedhjet parlamentare në të gjitha bashkitë ku shqiptarët janë me shumicë, mbështetja e popullit ishte për Aleancën Kombëtare për Integrim. Po edhe tani, për këshillat bashkiak, aty maten partitë politike, për arsye se secila parti politike garon me listën e saj të këshiltarëve bashkiak. Edhe aty nuk ka mundësi askush t'i ikë edhe t'i bishtroj garës, të bëjë ndonjë hile. Dhe aty shihet qartë se mbi 23.000 vota në rrafshin nacional janë për Aleancën Kombëtare për Integrim dhe këtu nuk i ndihmojnë votët e VMRO DPMN-s, as votët e qarqeve nacionaliste maqedonase për këta shqiptar të përgëdhelur, cilët përfaqësojnë listën sërbe të Vučićit. Ajo çka është lista sërbe për Vučićin, lista vlen është për kryeministrin Mickovski. Dhe këtu kryeministri Mickovski nuk mund t'ju del në ndihmë. Prandaj ata refuzojnë që të ketë zgjedhje parlamentare. Prandaj ata refuzojnë që të përballen me popullin në mënyrë të drejtë për drejtë, për arsye se dihet verdikti i popullit dhe këtu asnjë abuzim institucional, asnjë ndërhyrje brutale e shtetit nuk mund t'i shpëtojë dhe t'i nxjerrë fitues. Ndërsa qëndrimi ynë është parimor, po nëse ata fitojnë, le të hyjnë si fitues, për arsye se pozicionet negociuese do duhet t'i kenë më të mira në koalicionin qeverisës. E jo kështu të shndrohen në listë të zotit Mickovski, të shndrohen në degën shqiptare të VMRO-s në kampin politik shqiptar.